Autoriteti i Ministrisë së Financave të dy pronat i kishte vlerësuar njëjtë. Pronën e Cakollit 320 euro metra katror dhe gjithashtu parcelën rreth 6 hektar në breg të Diellit e kishte vlerësuar me 320 euro metra katror. Edhe nga ky vlerësim, shihet se Ministria kishte vlerësuar gjithë parcelën, pasi komuna nuk ka specifikuar sakt se cilën parcel po e këmben. Betimi për drejtësi ka kërkuar intervistë edhe nga Ministria e Financave për të sqaruar se si ishte bërë vlerësimi i pronave, por kjo ministri nuk i është përgjigjur kërkesës. Kjo është e çuditshme. Edhe ai që ka llogarit ato nuk di se ku ka menduar, ku ka marrë atë mendim. Kjo është si më thonë me vozit një Fiat edhe me vozit një Mercedes. A ka ndallim? E njëjta gjashtë edhe këto. Si mund llogaritet Parki Nacional Gërmia me bregin e Diellit? Fillimisht, dihet që Parku i Gërmisë si park nacional, të gjitha pronat janë shpronësuar që në vitin 1985, kur është kriju Parku i Gërmisë, pra nuk ka mundësi që në park të ketë pasur prona private brenda parkut, në është rasti ndoshta të rrallëve. Dhe po ashtu është interesant pse komuna nuk e bën një vlerësim në vitin 2024, kur ndodh këmbimi. 4 muaj pas nënshkrimit të kontratës, më sakt më 13 shtator 2024, gjykata e apelit merr vendim përmes të cilit e ndryshon aktgjykimin e shkallës së parë dhe banorët i njeh si pronar mbi bazën e posedimit me mirëbesim. Gjykata e apelit, do të thonë, ka njohur drejtën e pronësisë së banorëve dhe ka gjetur se procesi i shpronësimit ka qenë i parregullt, i kundërligjshëm, për shkak se komuna e Prishtinës, si pale pa ditur, nuk ka arritur me dëshmu as kryerjen e pagesës ndaj banorëve dhe as faktin se janë njoftuar këta banorë që janë tash për procesin e shpronësimit. Sipas banorëve dhe avokatit, komuna e Prishtinës në asnjë fazë të gjykimit të këtij rasti nuk e ka përmendur faktin se për një pjesë të kësaj prone ka marrë vendim për këmbim në 2013. Por këtë vendim të apelit, komuna e Prishtinës nuk e ka zbatuar. 16 arit të saj, komuna e Prishtinës tani më i ka bartur tek Mihail Cakolli. Kërkesa jonë është veç me na plotsu vendimi i gjykatës të apelit, i cili është formë prerje. Nuk po dojmë kurrë më shumë se tokën tonë, vendin tonë, cilën babë babgjësh na kanë lënë neve trashëgimi. Po gjykata i ka shqyrtuar të senet e veta, edhe në fund e ka vendosur që prona më na kthy neve, komuna nuk i ka parashiku këto sene, u hindo sene me intereset veta aty, kush punon çka punojnë, çto sene. Ndoshta pas ka fuqi komunat më tepër se gjykatat, por nuk besoj që komuna nuk më kon më fuqishme se gjykata. Dhe cili do person zyrtar nuk e realizon, nuk e zbaton një vendim gjykatës, a duhet më kon përgjegjës para ligjit. Dhe besoj që do të vinë momenti dhe koha që do të përgjigjen ata që po veprojnë këtë mënyrë, nuk po e bojnë ekzekutimin e këtij vendimi.